Përshëndetje dhe mirë se vini në Fan Club. Më lejoni të uroj nga zemra gjithë besimtarëve musliman gëzuar Fiter Bajramin, uroj që gjithë sakrificat tuaja edhe lutjet tuaja të jenë pranuar, uroj që zemrat tuaja të jenë plot dashuri dhe harmoni. Do të jemi shoqëria e njëri tjetrit sot në këtë drek Bajrami, sepse kemi vërtet shumë për të trajtuar. Mbrëmjen e djeshme pam një prime të jashtëzakonshëm ku u njohëm me datën e finales. Me datë 19 prill do të shpallet finalisti i këtij edicioni të Big Brother VIP. Më në fund do të flasim për shumë gjëra, ethet e shtëpisë më të ndjekur në Shqipëri do ja rriten sa vjen, sa vazhdon, sa ecin ditët, sa më shumë afrohet finalja, shumë emocione, shumë dinamika të nxehta, kështu që pa humbur kohë menjëherë përshëndesim opinionistët, mirëdita Ronaldo, mirëdita edhe ty Shqipe, përshëndesim gjithashtu edhe të ftuarit që janë me ne në studio. Arion Muça, moderator dhe opinionist, dhe Bruno Shemsho, ish konkurrent i përputen. Përshëndetje. Atëherë, me që po flasim për datën, është shpallur data e fituesit të këtij edicioni, cilët janë 4 banorët që e meritojnë atë vend, Arion? Me datë 19 është finalja e madhe, kështu që me datë 19 do të shpallet edhe fituesi, kështu që finalistët me siguri janë shumë të rëndësishëm, po gjithashtu ne presim kush do ta fitojë këtë edicion të jashtëzakonshëm të Bigut. Mendoj që meriton absolutisht finalen Gjesti, Rozana, Laerti dhe për mendimin tim për shembullin e djalit të mirë, edhe pse nuk ka bërë një lojë shumë të bukur Big Brotheri, pra s'ka qenë lojtari mirë, Aldon. Vetëm Aldo ti e ke edhe mik. E kam shumë mik dhe mendoj që meriton dhe figura e jo lojtarit të jetë në finale. Pse? Sepse Bigu është padyshim lojë, është padyshim eksperiencë shumë e bukur, por ka ditur në çdo edicion të përçojë edhe vlera. Shumë e kanë kritikuar, shumë kanë thënë që është skuth, po nuk mund të jesh skuth kur je 24/24 me kamera, sepse bie që nuk je skuth, se po të shohin të gjithë dhe po të komentojnë të gjithë. Dhe unë mendoj që ka shumë merita që mund të çojnë në finalen e madhe. Jo fitus, sepse ky Big fitohet nga lojtarët e fortë, por e meriton për mendimin tim finale. Rrugtimin e tij. Urdhëro? Nuk e shet të fortë në rrugtimin. Jo, nuk ka qenë ai lojtari që unë shpresoja. Ka bërë paqe me karakterin e tij dhe nuk ka dashur të vihet në lojë 100%. Nuk është hedhur all in në këtë eksperiencë. Por finalen për mendimin tim e meriton. Si e ke parë rikthimin e tij në primin e mbrëmshëm? Duhet ta rikthente? Unë nuk i kuptoj shqiptarët, jemi sinqert. Unë publikun që jam vetë nuk e kuptoj ndonjëherë. Jepet mundësia të zgjedhësh këtë eliminosh nga shtëpia dhe me gjithë respektin që kam si Jozin për Jozin si djalë, po si lojtar nuk e shoh një lojtar më të fortë se Aldo. Të paktën për vlerat që të thash më sipër në lidhje me Aldon. Dhe kur zgjidhet të qëndroj Jozi dhe të largohet Aldo, a priori ajo bileta e kthimit ishte dhurat nga Zoti, apo nga Gjesti në këtë rast, mendoj që ne si publik ndonjëherë duhet të dim t'i vlerësojmë edhe vlerat, dhe jo vetëm kapacitetin e një lojtarit për të qenë interesant në lojë. Arioni më duket që kur është futur në përputhen nuk e njeh mirë kam përshtypjen Big Brotheri, sepse je pak kontradiktor, pra thua që dhe Aldo është njëri me vlera, por nga ana tjetër edhe Jozi është djalë shumë i mirë, por s'ka qenë lojtar shumë i mirë. Jo, ndoshta nuk më dëgjove, jo se nuk e dëgjova. Nëse më dëgjove duhet të më kuptosh atëherë. Ndoshta tani ky është justifikim, mund të dëgjosh shumë mirë. Jo, është justifikim as pak. Mos krijo debat kot, publiku shqiptar nuk mos krijo debat kot. Un kam një logjik dhe kam të drejtën të bëj logjikën time. Mos më kundërshto thjesht për të më kundërshtuar. Jo, nuk themi që publiku shqiptar, sepse un ta shpjegova shumë mirë, nëse se kuptove dhe do thjesht të më kundërshtosh, po mbyll gojën dhe më kundërshto. Të thash që Jozin si djalë e kam njohur shumë pak dhe si lojtar nuk më ka pëlqyer, duke përfshirë këtu dhe zarfin e zi që ka marrë. Dhe mendoj që, dhe ta shpjegova këtë gjë, nëse se kuptove, po ta përsëris, që shqiptarët, ne, publiku, ndonjëherë në këtë lloj formati mund të çojmë sipër jo të fitoj, edhe vlerat, jo vetëm lojtarët e mëdhenj. Po pse finalistët e tjerë nuk kanë vlera? Pra pse Laerti nuk ka vlera që shkon finale? Sepse Laerti, nëse do të analizojmë nga ana njerëzore, ka pas shumë
momente të cilat nuk kanë qenë fort pozitive në lidhje me marrëdhëniet që ka patur me vajzat. Ja këtë punë të komentoj. Big Brotheri nuk është një program mëshire ku ne duhet të mëshirojmë njerëzit sepse ky është djalë i mirë. Mëshirim, të shtopëtisi fjalë. Ai është djalë i mirë, nuk ka bërë lojë pa hajta në finale. Nuk thash mëshirim. Nuk e thash të Aldo është deri në këtë pikë të lojës sepse ka pasur fat, sepse shumë televotime ku Aldo ka qenë në Big Brother janë anulluar për shkak të zarfeve të zi dhe Aldo ka shpëtuar siç shpëtoi mbrëm me biletën e kthimit. Po pra sepse keni kjo është një e keni do doja të dëgjoja pak edhe Bruno. Vlerat jo. Po. Më mbyll. Do doja të dëgjoja pak edhe Brunon se kush janë sipas ti. Kemi shumë për të diskutuar, prandaj kërkoj ndjesë. Bruno, sipas teje kush e meriton një vend në finale, sepse mund t'jen 4, mund t'jem edhe 5, ne nuk e dim këtë. Atëherë, unë do e zëvendësoja shumë lehtë Aldo në këtë rast me Jozin, për vetë faktin sepse Big Brotheri, sipas opinionit tim të jashtëm, them që është një vend ku ti duhet të tregosh shumë ngjyra dhe të luftosh për atë vend. Nuk jepet finale e thjesht sepse je djalë i mirë, sepse në Big Brother nuk futesh që të tregosh vetëm që je djalë i mirë, mendoj unë. Kështu që Jozi, përveç që ka dhënë humor, që është pjesë e karakterit të tij me batutat që ka dhënë, ka dalë me zarfzi. Ka dalë me zarfzi, sepse siç është thënë edhe në Big Brother, gjesti bën, si të thuash, hap gropat që të bien konkurrentët brenda. Dhe përveç Jozit, ai lojtar nuk mund të jetë për finalen sepse ka dalë me zarfzi. Po pse ti shokët e tua që kanë ofenduar shokët e kanë ngjyra pra. Shikoj, ne jemi njerëz dhe në gjak nxehtësi e sipër lejohet edhe të ofendosh dashje pa dashje. Jo, nuk lejohet. Lejohet dashje pa dashje, të gjitha kemi bërë. Po jo pra në atë lloj formati, jo në atë formati ku të shoh, po jo. Ti nuk e ke bërë për shkakun në format të tillë që lejohet. Asnjëherë nuk kam ofenduar. Varet, është këndvështrim, qasje. Pse duhet jetë me do e mos një format ku ti të tolerohet diçka? Ne zgjedhim të jemi ashtu. Një çift i vetmi çift që është në finale që mund të jetë është Loredana me Jozin, se s'ka çift tjetër mendoj unë. Në Big Brother nuk ka një çift tjetër. Potencialisht edhe Egli me Gjestin. Jo, s'janë çift. Nuk janë çift, jo, absolutisht, por mund të jetë kjo dyshe në finale? Kështu siç po shkojnë dinamikat e lojës, nuk mendoj që Egli meriton që të jetë në finale, pasi me daljen e saj dhe me mesazhet që i ka përcjell publiku ka treguar që ajo mbështet Gjestin. Edhe duke hyrë përsëri në Big Brother dhe duke bërë këtë lloj loje që po bën, përsëri po është mbështetëse Gjestit në këtë rast. Edhe thjesht do që të ndihmoj Gjestin që të arrijë lart e më lart në këtë pikë. Okej, shumë e qartë.